Përshëndetje të gjithëve. Në vazhdim e aktivitetet të realizuara nga AMA Online, sot jemi në Këshirë, në Bashkinë e Belshit, për një ditë demonstrimi, cila lidhet mushtësisht me menaxhimin e qëndrueshëm të kultivimit të origonit, bazuar në praktikat e mira fisore. Bimi i origonit ka një rëndësi të veçantë për sektorin herave që ka këtë bimë në sektorin e bimëve aromatike mjekësore. Është një bimë e cila potencialisht ka një vend të rëndësishëm në eksportet shqiptare. Çdo vit nga Shqipëria eksporton spaku 400 deri në 500 ton material bimor. Dhe prej vitesh kjo bimë, e cila është eksportuar është mbledhur kryesisht nga zonat malore, veçanërisht në jug të Shqipërisë. Një iniciativë që ka rezultuar suksesshme në zonën e Belshit ka nisur përpara disa viteve me kultivimin e origonit. Dhe praktikisht në momentin po flasim në gjithë zonën e Belshit ka më shumë se 300 hektar të mbjella të kultivuara me bimë origonit. Po cilat janë hapat më të rëndësishëm që duhet ndjekin fermerët për të realizuar një prodhim të qëndrueshëm, një prodhim të mirë nga ana sasiore, i cili kushtozon njëkohësisht edhe një prodhim cilësor. Së pari është përzgjedhja e parcelës dhe përzgjedhja e tokës. Përzgjedhja e parcelës është një nga momentet më të rëndësishme që duhet të ketë kujdes fermeri, duhet të anashkalojë mundësinë e një parcele të kultivimit të origonit pranë sipërfaqeve me dru frutor, pranë sipërfaqeve me bimë perimore, pranë sipërfaqeve me uvim. Arsyeja është e thjeshtë, të mejanojmë sa më shumë tjetë e mundshme mundësinë e kontaminimit që vjen nga këto sipërfaqe ku zbatohet bujësi intensive, të cilat janë potencialisht burime të ndotjes për bimën e origonit që ne kemi mbjellë në fushën tonë. Tjetër, një faktor shumë i rëndësishëm ka të bëjë me përzgjedhjen e tokës. Toka duhet të jetë një tokë e drenazhuar mirë, mund të rritet shumë mirë në toka të thata, me shumë dritë, me shumë diell, me një ekspozicion nga jug perëndimi, por mund të rritet shumë mirë edhe në ekspozicione të tjera. Pjesë tjetër që duhet të bëjnë fermerët është pjesa e gjithë protokolleve që duhet zbatojnë pas përzgjedhjes së tokës. Protokollet që cilat lidhen ngushësisht me mundësinë e një klerimi të qëndrueshëm përpara mbylljes, dhe nga llogaritjet që janë bërë shkencërisht duhet së paku 300 deri në 400 kujtal apo 30 deri në 40 ton ple organik për 1 hektar tek bima e origonit. Dhe pasi kemi përgatitur tokën, ajo që është shumë e rëndësishme për ne është pjesa e procesit të transferimit të materialit mbjellës. Në përgjithësi fermerët përdorin rizomat e bimëve të vjetra të origonit, cilat ata i transferojnë nga sipërfaqet cilat e kanë kaluar procesin e një rendimenti optimal, dhe veçanërisht preferohet kultivimi i origonit me rizoma në periudhën e pranverës, dhe një nga pjesët më të rëndësishme gjatë kultivimit është pjesa e distancave të mbjelljes. Distancat e mbjelljes janë shumë signifikative për sektorin. Domosdoshmërisht duhet të jetë distanca ndërmjet rreshave duhet të jetë jo më pak se 75 cm. Dhe largësia ndërmjet bimëve do të jetë jo më pak se 20 deri në 30 cm. Kjo largësi kushton një frymëmarrje më të mirë për bimët dhe një ekspozicion të qartë për sa i përket dritës. Në përgjithësi fermerët shqiptar preferojnë të ketë më shumë numër bimësh për sipërfaqe, por numri më i madh i bimëve për sipërfaqe dhe distanca të tjera bëjnë që të ullet pjesa e cilësisë dhe rendimentit të bimës origonit. Menjëherë pas mbjelljes, shumë rëndësishme që të ujitet. Ujitja e ndihmon pjesën e qëndrueshmërisë së sistemit rrënjor dhe një javë pas ujitjes është shumë rëndësishme kemi prashitjen e parë dhe 20 ditë pas prashitjes së parë ne do të bëjmë ato të cilat quhet rëndom në termin e fermerëve, pjesa e mathjes së bimëve. Pjesa e mathjes ndihmon pjesët e rizomave që të kenë mundësinë që të jenë qëndrueshme për periudhat e tjera të vitit. Pas kësaj procesi, fermerët duhet të
kujdesen edhe për heqjen e parave të këqija në mënyrë sezonale dhe gjithmonë bazuar në infektimin që ka faqa në fjalë. Dhe në përgjithësi bima e rigonit është robuste, nuk ka shumë dëmtues, ndonjëherë mund të ketë disa afide apo disa njolla mykotike, të cilat më shumë lidhen me pjesën e asaj që përkon me numrin e bimëve për sipërfaqe, ku është më i madh sa duhet. Dhe gjithmonë kur ka probleme të tilla ata duhet drejtohen tek specialistë. Nuk duhet të bëjnë ndërhyrje pa kontrolluar nga specialistët. Tashmë jemi në momentin më të rëndësishëm të bimës së rigonit, jemi në momentin për paravjeljes. Çfarë do të kenë fermerët parasysh paravjeljes? Në përgjithësi vjelja niset atëherë kur pjesa e asaj që përkon me lulërit e çelura do të jetë jo më pak se 40 deri në 50%. Cila është arsyeja? Nga vlerësimet që kemi bërë në gjithë këto vite, kemi parë se pjesa e vlerave kualitative që lidhen drejt për drejt me biomasën dhe për më tepër që lidhen drejt për drejt me përmbajtjen e varave eterike është pikërisht në momentin e lulëzimit. Në pjesën e lulëzimit, bima e rigonit ka vlerat më të larta të vajit eterik. Dhe një nga përbërësit më të rëndësishëm të vajit eterik është karvakroli. Popullatat e rigonit, ku në Shqipëri, ka një karvakroli që shkon në disa raste edhe më shumë se 60%. Dhe çfarë do të kemi tjetër parasysh? Ora nuk do të jetë asnjëherë herë në mëngjes, ku kalohet pjesa e fesës së mëngjesit. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme është që të mundohemi që të lëmë pak tekza 4 deri në 5 cm dhe e mira do të jetë dhe pak më shumë akoma, 7 deri në 8 cm. Pas korrjes. Cila është arsyeja? Arsyeja është e thjeshtë, duke e prerë 7 deri në 8 cm mbi sipërfaqen, atëherë do të kemi mundësinë që bimët të rigjenerohen shumë lehtë pjesën e asaj që përkon me mundësinë e lulëzimit të dytë gjatë periudhës së vjeshtës. Një herë pas vjeljes, është mirë që të përdoret mundësia e tharje artificiale. Tharja artificiale kushtozon cilësisht dhe kushtozon cilësisht ruajtjen e vlerave që ka bima. Normalisht tharja artificiale mundëson një uniformizim për sa i përket të gjithë treguesve morfologjik, dhe çfarë është më rëndësishme, dhe ruajtja e parametrave cilësor brenda bimës. Pas tharjes, është mirë që të ruhen në vende të pastra, thas letren, pa praninë e dritës dhe në ambient të pastër në magazinat të cilat janë nga ana higjienike, brenda parametrave të duhur të kontrollit. Faleminderit.